Hoxh, pasi që ti ju me aktivitetet tuaja, domethënë keni një përvojë në mejdanin e komunikimit dhe punës me njerëz. Kisha dash me fillu muhabetin ton rreth, domethënë mosmarrëveshjeve dhe zonkave që ndodhin te populli. A thuall, cili është sebepi dhe pse ndodhin zakonisht domethënë mosmarrëveshjet, idhnimet, zonkat, bile edhe rrohet në mesin e popullit ton? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahu dhul Jalal, ndërsa salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi familjen e tina, të pastët, bi shokët e tina, trima dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë din tek tertin ditën e gjykimit, e shpresoj që edhe na bukon prej tyre inshallah. Mas për e falenderit për këtë ftesë që ma keni bëhe, me qenë musafir dhe thot i këti emisionit, zoti inshallah ju shpërblen. E pastaj në vazhdimsi do të bisedojna lidhje me temën të cilën do thotë përmende. Ne pra jemi një popull që jemi pak si në gjak nxehtë. E zakonisht apo kupton kjo gjak nxehtësia vjen prej shejtanit alayhi la'ne, Allah i na largoft prej tina. Ashtu që kjo është pika kryesore pse edhe do thotë shpesh herë hupni kontrollin edhe nuk dina do thotë me bën sabër edhe durim, pasi që elementi apo cilësia kryesore e besimtarit do thotë është sabri. E kur te njeriu do thotë hupet ai elementi i fesë edhe i besimit edhe mbështetjes në Allahun dhul Jalal, atëherë do thotë kontrollin e merr që ndërkohë në dorë, do thotë e merr shejtani alayhi la'ne, dërsa qëllimi i tij në final nuk ka kurrë tjetër përveç se me bën fesad në sipërfaqen e tokës. Sikur çka është e përmend do thotë në zanafillën e krijimit të njerëzit, kur Allahu dhul Jalal e ka urdhëruar melekt edhe shejtanin me i bën sejdë, do thotë Ademit alayhis salam, ju ka kundërvij do thotë shejtani edhe i ka thonë a mi bën sejdë një njeriut i cili do thotë do të bën trubullinë gjakdere në sipërfaqen e tokës. Do thotë pin fillim, do thotë hala pa u kon shqiptar, as pa u kon arab, as turqenit, as popull, as fise, do thotë në sipërfaqen e tokës, do thotë shejtani ka dhënë që më thonë një parashikim se ki njeri, do thotë ka më kon njeri i cili do thotë do të bën trazina dhe gjakdere dhe përçarjen sipërfaqen e tokës. Dhe për atë arsye nuk e ka pasur me këtë të arsyeshme që me përfillën urdhin e Allahu dhul Jalal. Ashtu që kjo zanafile e cila do thotë gjendet në temperamentin e njeriut, pa marrë parasysh do thotë a janë shqiptar apo dani kusht tjetër, do thotë është dobësi e besimit. E kur hupet do thotë besimit e njeriu, atëherë do thotë vinë këto anomali të cilat do thotë paraqiten do thotë te popujt e te fiset, e sidomos do thotë te ne shqiptarët, për atë arsye se kohën e fundit do thotë jemi largu shumë prej fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta lidhe me këtë është edhe ajo porosia që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij ashabit, ka dhënë porosit, ka thënë mos u hidhro. Po. Do thotë edhe ata jo një herë, po disa herë kur ka ardhur apo thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka kthyer të njëjtën la taghdab. Pastaj i ka thënë ausini, do thotë më këshillo, përsëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë la taghdab. Pastaj përsëri ja kthie, apo thon përsëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka thënë të njëjtën porosi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë këtë porosi do thotë këtij sahabiut të ndershëm për atë arsye se e ka njoft temperamentin e tij. Se këtë njerëzit nuk janë në një temperament. Disa janë do thotë ma gjak nxehtë, ndërsa disa janë do thotë ma gjak të ftoftë apo bojnë sabër më tepër. Për atë arsye edhe ka ardhur për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur njeriu do thotë godet do një telash apo do një sprovë kur ka të bëjë do thotë me hidhrim apo me sen, nëse është në kom letulet apo kupton. Po nëse është ulë dhe nuk mund të bëj rahat, apo kupton, le të merr abdes. Pasi që do thotë shejtani është prej zjarrit, apo kupton. Edhe atë mllef edhe atë urrëtie do thotë full shejtani alayhi la'ne, ndërsa zjarri në shkim uji, apo kupton. Ashtu që do thotë këto janë disa këshilla, disa porosi çish më thon preventive prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur njeriu do thotë i vin hidhrimet se çish më u largu. Ndërsa çështja më e mirë e hidhrimit është preventimi. Nëse ne arrijna apo këton me majt në kontroll një hidhrim tonin apo një telash tonin, një bela tonin,
atëherë gjasat për pajtim pastaj janë më të lehta. Po nëse e lojna gjonat me dal prej kontrollës, atëherë do thotë nëse shkatrohet atëherë më desh ndresh mos e ndresh. Nëse ne për shembull fëmijët rrokën rrugë apo në shkollë, baba i njëjtë fëmijë tjetrit, a duhet domethënë me marr fjalët e fëmijëve gati edhe me nxehtë temperaturën edhe me nismu fjalotin me tjetrin për shkak të mohabeteve, po hajde ta zom se edhe ata vetë të mëjt janë rrokë me zveti. A duhet gjë që i dhron ata me vepru sipas idhënimit vet apo duhet me bot kundërtën e asaj çfarë? Për kundrazia apo kupton te ne populli thot një fjalë apo kupton dvoglit i hajnë mollat e mëdhajve ju pihen dhomët. E kjo shprehje e cila do thotë është një fjalë urtë, do thotë e popullit ton, ka dalë bashkë konkretisht prej çetina. Problemit kur njerëzit apo kupton duke i ndëgjuar, do thotë problemet e fëmijëve, atëherë do thotë ata i vazhdojnë, ndërsa duhet më bëjë kundërta. Do thotë nuk duhet më shkuar nga ajo që me ndëgju problemet e fëmijëve, por duhet do thotë ato me i trajtuar si fëmijë, të cilët të çto përlahen, pastaj pas një ore, 2 ore përsëri do thotë pajtohen edhe ndreshen edhe rregullohen. Ndërsa kjo tash është bën si dukuri, ndërsa në kohën tonë kur ne kona dvogli, nëse të kujtohet apo me siguri ka qenë e njëjta edhe në aparatologjet e juaja, kur bashmi probleme, një qytet e hajshmi për jashtë, po një pastaj përsëri edhe pi prindit. Pse do thotë ti e ke prun punën për me u përlau, ashtu që do thotë prindi gjithmonë duhet me këshillue fëmijën e vet, edhe duhet mos më i dhon shkak që ai me gjet arsye, se shpesh herë apo kupton do thotë te fëmia ai nuk e di se çka është puna e rrenas, apo kupton e mundohet apo kupton atë mllefin e vet të cilën e ka me rrejt apo me prundë një fjalë me të cilën fjalë pastaj e ndez zjarmin hala më tepër. Kjo është një, po kjo nuk ka vetëm se te fëmijët, po kjo është edhe të mëdhtë. Sa Allahu dhul Jalal do thotë ka përmend në Kur'an e ka thonë ja alladhina amanu o ju të cilët i keni zonë besë Allahu dhul Jalal in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nëse vjen dikush apo të ndonjë fasik me ndonjë lajm, shpalos në atë lajmin, kontrollon, sharon, këshin se çka ka problemi, apo kupton. Kur kjo ndodh të mëdhtë, atë për të voglit mos fol mi hiç, apo kupton. E zakonisht, apo kupton, ai i cili bart fjalë apo llafe, nuk ka pi burrave të mirë, apo kupton. Barti i fjalëve apo llafeve do thotë, sikur çka ka ardhur për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka prej burrave të mirë. Sikur çka është e përmend kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar rreth 2 varreve. Edhe e kanë dalë do thotë ushtrinë e vete, i ka thënë, apo i shefni që të 2 varre? Ka thonë po, ja Rasulullah, ka thonë ato janë duke u bë azab në varr. Edhe janë duke u bë azab për 2 vepra, ato të cilat ju i llogaritni të vogla, ndërsa te Allahu dhul Jalal janë të mëdha, apo. E njëna pi atyre veprave të cilat e ka përmend ki hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bashkë kjo. Do thotë bartja e llafeve. Do thotë ai rametlia i cili do thotë akon i vdekur aty në dvor po bëhet azab, për çka po bëhet azab? Për atë se ka bajtën fjalë edhe llafe. Edhe nëse i shpalosmi do thotë shumë disa pajtime të cilat do thotë kemi qenë prezent në mesin e shqiptarëve këtu në Shkopë edhe në përmendje të tjera, do thotë fitili kryesor është bartja e llafeve. Edhe bartja e llafeve të pavërteta, do thotë jo llafet, shtimi i llafeve dhe bartja e llafeve. Do thotë shtimi i llafeve dhe llafet e pavërteta, pastaj do thotë bën punë të mëdha. E kur t'ja nisin mu analizu, e shohim apo kupton se s'ka të bëjë me realitetin hiç kur gjë. Por ndoshta pi frikës apo pi senit ka fol fjalë të cilat do thotë nuk janë realitet, e masane dikush në atë xhehsi i ka marr çish më thon të gatshme. Edhe pi atihit pastaj lindin probleme të tjera. Edhe nëse ndodh për shembull dikush që ta zon fëmijët janë rrok në rrugë edhe tash ja bartin mohabetin te prind. Prinda duhet kur t'i dhon me vepru sipas idhimit vet e para e dyta. Edhe nëse i dhnohet, a duhet për shembull marr guximin me ira tjetrit, domethënë sa është fetarisht të lejuar që muslimani mira Allahu vetë musliman për punë banale, për punë domethënë mohabet e fëmijësh ose mohabet edhe nëse janë mohabet e burrash, ama mohabet që s'ia vlen që besimtari me ngrit dorën ka shivllahu të vet. Sho, do thotë atë hidhrimin apo atë gjunohin më të madh te ngritja e dorës, do thotë kush e ka djali i Ademit alayhis salam. Do thotë kur janë kacafyt apo kur janë ngrindën, do thotë 2 vllaznit apo bita e Ademit alayhis salam, Habili dhe Kabili. Edhe ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çdo gjakderdhje e cila do të bëhet mas kësajna, do thotë ka një gjuna kam i shku edhe kujna, kam i shku edhe Kabilit. Pse se ai ke shembulltyr për të keq. E kupton?
Shembulli i keq, ashtu që shembulli i keq, do thotë nuk ka problemi që ka merr vetë gjunohin tan. Po edhe krejt gjunohet që ka vinë për mas, do thotë një pjesë e çati gjunohit do thotë ka mbetar dhe aty se ti ke do thotë shembulltyr për të keq. Në shariatin e Allahu dhul xhelal dihet shumë mirë apo thon se edhe kur ndodh problemi, nuk je ti ai i cili e merr problemin. Po problemin e merr kush? E merr drejtësia. E merr do thotë gjyqi islam, i cili do thotë e bie vendimin, nëse do dikush me u ndëshku, do thotë ndëshkohet me drejtësi. Ajo me pa drejtësi, se zakonisht kur njeriu hakat me morr do thotë drejtësinë e vet, atëherë më e hub kontrollin. Dorë të vetë apo. Ha? Pse se shpulla për shpullës ka dallim. Apo nuk janë do thotë njëta, ma ka mshu mu shpull, pa ai të ka mshu shpull, po shpulla e tina sa akon e fort, nuk ka konë dështë sa shpulla jote. Ashtu që ti kur hakat mo me morë dhe thot drejtsin, e hub kontrolin edhe mo dhe thot nuk ka maja drejtsi. Dhe thot ajo çka është dhe thot ajo është hakmarrje, ndërsa hakmarrja në islam është ndaluar rrëfsisht. Për atë arsye pra, dhe thot njeriu të nëse i ndodhin problemet, dhe thot nëse të kërkon drejtsi, atëherë drejtsin dhe thot do të mja dhonen ligji islam, jo ai vetë me morë drejtsin. Sikur shka do thotë rasti të shumta të përmendta në historinë islame, ndërto do thotë edhe rasti kur është bën do thotë vrasja e Omerit radhiyallahu anhu, kur djali i tij na ka dashur me marr do thotë hakmarrje, pastaj do thotë edhe ai është dënu. Pse ka tentuar do thotë me marr do thotë hakin para se mu pru do thotë vendimi apo para se mu prue drejtësia. E kjo do thotë drejtësia, të cilën do thotë e preferon ligji islam, që ti mos më ugut, po me lën këtë punë në durrë të Allahut. E kur ta lash këtë punë në durrë të Allahut, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata më së miri do të dinë me pru vendim edhe gjykim që për me drejtësia në pa. Në këtë meselë më kujton një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani është ai që nga dora dhe gjuha e tij rahat musliman. Domethënë, për me qenë muslimani i mirëfill, duhet mos me ngrit dorën ka shivllaut vet. Ashtu pra. As gjuhën ka shivllaut. Mas para çka? Mas para çka po thot? Min lisanihi. Do thot elementi i parë apo thon. Çka këtë probleme të vinë, apo thon çka është gjuha. Gjuha. Do thot jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë atina sahabijët. Po, madhe që kush ma siguron mu ata çka është mes dy buzëve, edhe ata që është mes dy këmbëve, do t'ia siguroj atina xhenetin. E tash do thotë kishin një sahabi i ri, ka mujt me kuptue rëndësinë do thotë e amoralitetit. Ajo që do thotë mes dy këmbëve, po nuk ka mujt me kuptue rëndësinë e asena që mes dy fëlqive apo mes dy buzëve. E i ka thonë ja Rasulullah. Afton edhe për guhën kena me dhon llogari, çka i ka thonë? Thekulet ke ummuke, ja Muad. Do thot me fjalë tjera pas ka mojt nana jote personali dhe me kia kupton se pas ka pas dani dobi që çish po mundes me kuptu këtë çështje kupton. E pastaj i ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma nuk e ban do thot gjuha që dikush me shkuën në xhenem në udhu billah me kufrin e tina çka ai e ban, me të cilën kufër do thot meriton hidhrimin e Allahut dhul xhelal, po edhe ai tjetri do thot e fiton xhenetin çka duke falëndëruar Allahun dhul xhelal, duke përmend emrat e tina të bukura, apo thon duke bën zikr, do thot me që gjuhë, do thot ajo fiton, do thot xhenetin. Po edhe e kundërta, se ka një rregull apo thon në shariatin islam i thonë mefhumul mukhalefe. Kuptimi i të kundërtës asaj në çka është në tekst, do thot kuptimi i të kundërtës asaj në çka në tekst. E në këtë rast apo thon kuptimi i të kundërtës çka është, do thot është që edhe te punë tek qija mas pari herë vjen shprehje kush gjuha, apo thon. Pse se zakonisht kur njerëzit zihen edhe kacafytën, nuk i folin fjalë të mira, apo thon, as nuk i japin selam, po dikush i thot e ki ftyrën e keqe, ai thot apo thon ti je djali i filanës, ai nana jote është këtu, ki babaja ta është këtu dhe mo dihet mo çka vin rradh. Sharri ofendimi. Po, sharri ofendimi. E tash këta këto janë produkti kujna i gjuhës, ndërsa e realizon kush? Dora. Do thot çata çka e nis gjuha, se gjuha është e butë shumë, nuk mund do thot me bë më tepër, e dora ka edhe kocia. Po këto atëre çat gjuhës e përmbyll apo këtan çka do thot dora. E për ata sy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç e përmendë, do thot e ka përmend, do thot musliman kush është? Ai i cili janë rahat njerëzit për gjuhës tina, ëh. Pse mas pari herë do thot do të bukon rahat për gjuhës, se ka dënë herë njeriu do thot e harron edhe dorën, ama fjalën e cila ka dalë prej 24 dhambe apo që shtojnë apëton prej gojës, nuk mundet me harru gjatë kohë. Edhe gjithmonë apëton kur hinë në përpajtime hoqë, po a di shkam ka thonë ai mu, apo këtan.
E harron ata çka vra edhe çka kanë me gips e kret, ama ata çka I ka thonë, nuk mund të thotë me harrua kupton. Edhe pse apo kupton do thotë dora është më e madhe se sa fjala. Apo kupton. Pse te na për shembull shpesh herë në pajtime do thotë mirën disa matja apo kupton. Mas për herë vjen fjala. Nëse është fjalë me fjalë, është një me një. Po nëse është fjalë, pastaj vjen dora, atëherë nuk ka një me një. Po atëherë një me 0. Po nëse bëhen dorë me dorë, bëhen një me një. Po nëse ka dorë, po ka thikë çetron, atëherë përsëri nuk janë barabartë. Po nëse ka ana tjetër ka, do thotë edhe revole, atëherë përsëri nuk janë të barabartë. Po nëse ka plag, përsëri nuk janë të barabartë. Po nëse ka vdekje, atëherë kjo më është fundi kapakja apo këtë. Inshallah Allahu dhul jalali rul muslimanët apo këton prej gjuhës tinve apo këton e cila do thotë është pa kontroll, pa ahlak, pa moral apo këton e kur e pastron gjuhën edhe ruan gjuhën atëherë punë tjera vijnë. Është vërtet se disa njerëz kanë gjuhën shumë gjatë dhe shpesh bëhen sebeb për fitnë. Kur përmend puna e idhërimit dhe veprimi sipas idhërimit, më kujton një rast të Omer ibn Abdul Azizit rahimahullahu taala, I cili thëke kur e burgosit dikën që ka bë sherr, që ka bë të këqija, por nuk e gjykoj më një herë. E lo deri nesër. Pse? Thëke që të më kaloj idhnimi. Se unë e gjykoj tash idhnum, ka mundësi me gjyku gabimisht. Domethënë me I bë zullum aty në gjykim, edhe pse ai ka bë dëm. Kundërsa ka qenë kalifi I shtetit, kryetari I shtetit, edhe ka kap dikën që ka bë zullum. Mirë do nuk e dënoj më një herë, e lo për nesër, pse? Të më kaloj idhnimi. E kur ta gjykoj drejt. Edhe me këtë shembull domon e vërtetoj ma që e tha deri tash jo hoxhi nderuam se njeriu nëse vepron në momentin kur është I dhun patjetër ka me gabu. Ashtu. Por atë çka domethën kërkohet prej tij që ai me uftoft njëre, mu qetësu njëre, me raxhaku njëre, masane domethën me mendu se si ka me zgjedhur. Kjo do thotë është thojna për shembull një gjykim për punë të lehta, ndërsa kur pruhen vendimet për punë të rënda, sikur çka do thotë puna e vrasjes. Asnjëherë nuk gjykohet për shembull me katl, do thotë me vrasje, përderisa do thotë mos të rriten edhe antarët e vogli të atinat vramit. Apo nëse ka fëmijë, po nëse ka fëmijë, apo kupton, do thotë ai do të më marr haki, apo kupton, e shteti e merr do thotë hakun e fëmijëve. Po në mesin e tinve, nëse ka për shembull ndonjë I cili hala nuk ka mbyllek, pritet tek tërti sa edhe çai vogli mos jenë mbyllek. Po nëse duhet 15 vjet kanë me pritën, do thotë presin 15 vjet, që kur të mohet ai mbyllek, me shku me vetë edhe ata, apo ja fal me ti. Ha? E nëse çai I vogli çka ka qenë, apo mas 15 vjetëve, I bën zemra thotë po ja fali, për hatër që ti na njëoni çka e fal, atëre falet krejt ai. Kupton? E met pastaj veç do të dam shpërblimi. Insiston të dhon përparësi faljes, domosdoshmë çdo formë para se. Ashtu që gjykimi si gjykim, do thotë nuk vjen më një herë, po vjen në fazën e fundit, po kur nuk ka derë tjetër përveç se do thotë me u ekzekutu. Ama përderisa ka do thotë mundësi edhe pritje edhe sene, kupton? Atëherë do thotë çka pritet do thotë tek tërti në atë momentin e fundit. Kësi rast do thotë kemi plot do thotë në historinë islame, po edhe në botën e sodit do thotë përditshme. Apo për shembull kemi raste kur njerëzit shpesh herë apo thon edhe shpifin, apo thon, apo trillojnë gjanda, sikur çka është puna e suportit tash momentalisht te na aktuale, apo çka njerëzit janë marrë për shembull janë gjyku pa kuni çfarë faji. Kanë net burg me vite apo thon. E kësi gjona do thotë jo te ne kemi kamos apo thon. Por kemi raste kur njëri do thotë është akuzuar për vrasje. Po kur ka ardhur puna do thotë për më ekzekutu, do thotë ndërgjegja e çatina që e ka shpifën, nuk ka mujt me net rahat. Edhe ka dalë në çat moment edhe e ka treguar do thotë hakin edhe në vërtetë në realitetin. E këto kur vijnë pyetje? Këto vijnë pyetje do thotë kur jep përparësi kohës, se koha I shëron çdo gjë. Do thotë koha, do thotë është ajo e cila I qet në pa të mirat e dikujt edhe I qet në pa të këqijat e dikujt na kupton. Ti për momentin do thotë mundesh me bën një mashtrim apo një zong, apo thon, ama do të vere një kohë çka punët e tua të mira do të dalin, po edhe punët e tua të këqija do të dalin. Për atë arsye të na thojnë apo thon drejtësia vonon. Ha? Ama nuk harron apo thon. Do thotë me vonohet, ama me don shesh patjetër. Shesh do thotë do të del apo thon. Sikur çka kemi për shembull raste në botën aktuale, për shembull në Turqi për Adnan Menderesin apo thon. Dolin edhe vrajtën e herifit. Po masi e vrajtën e vjerën apo thon, do thotë u desh me kalue hemen nëse 40 vite e pastaj me shpall heroj të popullit apo thon. E për zdekmi më amor kocet edhe mi ndreq
do thot varr të ri edhe do thot komplet një bulevard me ngjit emrin e tij dhe mi dhon do thot nderime afton të një heroi të një populli, pse se e kanë kuptuar do thot drejtsinë e tij. Ashtu që janë disa punë të cilat me një herë sa ti për sa ti nuk dalin, por duhet milion kohës do thot me i shnosh gjanat.